Sot zyrtarisht dega e PDK-s dhe 10 kandidatët fushatën zgjedhore për zgjedhjet e shtatëqershorit e filluan në varrizat e dëshmorëve, ku u tha se nga këtu buron vetliria. Me këtë rast kryetari i komunës Shaqir Totaj tha se filluam nga këtu sepse këtu është bazamenti i lirisë, por ai dha një mesazh të fuqishëm duke porositur mos na sfidoni lirinë. Po sot dolëm bashkë me kandidat, përshini që kemi kandidat mrekullueshëm, sepse na prezeni gjithmonë kemi pas ofertë të mirë. Edhe normal prej kanë ja fillojmë tjetër, përveç se t'ja fillojmë nga aty ku këta persona dëshmor, martir, çka do qofshin, e kanë dhënë kontributin e vet maksimal, edhe në momentet më të vështira kanë sakrifikuar edhe kanë pagu me jetë këtë liri që na e kemi sot. Po do më dhënë një porosi gjithë atynve që po na sfidojnë lirinë, mos na sfidoni lirinë. Edhe ky në tjetë mesazhi për një tarme më të mirë për të gjithë ne. Edhe do të vazhdojmë së bashku drejt objektivave tona për ndërtimin e një shoqërie kosovare me një kvalitet më të mirë të jetës. Pastaj në emër të kandidatëve fjali rasti tha profesor doktor Faruk Bojaxhiu, kandidat i cili tha se këtu po e fillojmë dhe besoj se nga këtu po e nisim rrugën e fitores së PDK-s. PDK-ja ka traditë gjithmonë fushatat i fillojnë nga Landovica, për arsye se vërtet kjo është simbolika e qytetit tonë, kjo është simbolika e Kosovës dhe kjo është simbolika e të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Sot po fillojmë një garë mjaft të rëndësishme për të ardhmen e vendit tonë, po fillojmë fushatën elektorale për zgjedhjet e shtatëqershorit, andaj kërkoj domethënë që qytetarët mendojnë mirë para se të hedhin votën e kutitë të tyre se për kënd po votojnë, sepse situata aktuale në Kosovë është absolutisht e papërshtatshme dhe vetëm regres jemi duke psu. I ftoj të gjithë qytetarët që të gëzojnë të drejtën e votimit dhe të votojnë për ata që vërtet kanë bokë për këtë vend, të votojnë për Partinë Demokratike të Kosovës. Faleminderit mediave, faleminderit gjithëve dhe shpresojmë në fitore. Nisja e fushatës nga varrizat e dëshmorëve ka një simbolik shumë domethënëse se ata që i dhanë jetën këtij vendi e meritojnë lirinë, kurse këta kandidat kanë pasardhës të kësaj lirie. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.